kjo vigjilje e shenjtë, këto ore që jemi duke jetuar, janë çastet me të mëdha të jetës sonë, me të ngarkuara me domethënie. Kjo është nata që e shpëton mbi tokë të gjithë besimtarët e Krishtin nga errësira e mëkatit dhe nga korrupsioni i botës. I siguron në dashurinë e Atit dhe e bashkon në bashkimin e shenjtërve. Tri pra janë ngjarjet që në këtë natë e kanë ndryshuar rrënjësisht gjendjen njerëzore. Njeriu ka qenë liruar nga errësira e mëkatit dhe nga korruptimit e natyrës së tij të vdekshme. Ka qenë futur në një lidhje dashurie me Hyn që në këtë natë i sfaqë atësinë e tij. Rindërtohet bashkimit mes personave njerëzore. Në këtë natë njeriu bën një kalim të trefishtë, nga mëkati dhe vdekja në shenjtërinë e jetës, nga armësia në besëlidhjen e re dhe të amëshuar me Hyn, nga ndarja në bashkimin ndërpersonal.